Në 13 vota pro kalon ndryshimi kushtetues apo ndryshimi i ligjit themelor me që këta e kanë ngrënë Gezetës në Gjermani për paketën e financimit, paketa më e madhe e financimit në jarë, një pjesë e madhe shkon për mbrojtjen për ushtrinë, një pjesë tjetër për qerdhët, shkollat, leximin. Çka do të thotë kjo? Ma mira ma keq, për bes ma keq, kanë më rrit taksat, ka me konsularitetin më i madh e shumë gjana tjera, se a ka me konë për të mirë, mujna me pa në ditët në vazhdim, ose në mujtë vazhdim mirë, po nëse dëgjoni njonin prej diskutuesve të Unionit thotë që ditët dhe mujët në vazhdim do të jenë shumë të vështirë, do të marrin vendime të vështira e nuk do të kalojnë aq lehtë, po do të përbijen disi. Shpresoj shumë që nuk ka me ardhë koha edhe për qytetarët me përbi diçka, por duket të jetë e pashmangshme. Çka mendoni për këtë pjesë?